Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ka përfunduar procesi numërimit të votave preferenciale të diasporës në 11 qarqe, ndërkohë që vazhdon ende në Elbasan. Megjithatë, vota që kanë mbetur për të numëruar në këtë qark nuk pritet që të kenë ndikim në rezultat sa i përket kandidatëve që kanë fituar. Partia Socialiste mori 10 mandate në qarkun e Elbasanit dhe nxjerr 5 deputet nga lista e hapur dhe 5 nga lista e mbyllur. Më të votuarit nga lista e hapur e Partisë Socialiste janë Sara Mile, Samir Hasalla, Olsi Komiçi, Olona Bylukbashi dhe Agron Gaxho. Ndërkohë që koalicioni të Berishës ngelin 4 deputet në këtë qark pasi u dogj një kandidat nga lista e mbyllur Aurel Bylukbashi. U mbyll numërimin e Kukës, Shkodër, Dibër, Fier, Korçë, Lezhë dhe Tiranë. Diaspora konfirmoi në kuvend Olta Xhaçkën, e cila kishte humbur në raport me Blerina Gjulametin. Sipas votave brenda, emigrantët ndikuan edhe listën e Partisë Demokratike. Isuf Çelaj fitoi mandat duke mundur shkëlqim shehu në Kukës. Në Lezhë, me 27 vota më shumë nga kandidatja Marjeta Neli, diaspora siguroi vendin në parlament. Admir Kadelit arriti të hyjë edhe kandidatja në qarkun e Fierit, Zëgjine Çaushi. Njoftimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bë me dije se ka përfunduar procesi numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë për kandidatët e votimit preferencial në lista hapur në qarqet Kukas, Shkodër, Dibër, Durrës, Fier, Tiranë, Berat, Lezhë, Vlorë, Gjirokastër dhe Korçë. Ndërkohë që bën me dije se vjen numërimi dhe vlerësimi i votave për kandidatët që janë nështruar votimit parapëlqyes për qarkun Elbasan.